Nënat që luten, Shën Monika dhe Shën Katarina e Sienës. Në Radio Marinë e Kosovës flasin motra Irenea Lekaj dhe Monika Duzhmani. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, mirë se vini në një udhëtim të ri shpirtëror. Unë jam motër Irenea dhe së bashku do të hymë në dhomen më të fshehtë të shpirtit dhe më të bukur që ka njohur Kisha Katolike. Unë quhem Monika, emisioni unë është Nënat që luten dhe nuk u kushtohet vetëm atyre që kanë rritur fëmijë në djep, por çdo gruaje që ka lindur shpirtra përmes gjunjëve të vrarë nga lutja. Sot do të flasim për atë forcë të heshtur që lëviz malet. Pikrisht, Monika. Sot do të udhtojmë pra nga muret e heshtura të manastireve ku motrat rregulltare u bën nëna të forta shpirtërore për mira misionare të humbur e deri të shtëpitë e thjeshta ku nënat pra shejtresha sakrifikuan çdo gjë për fëmijët e tyre të ecnin drejt Krishtit në një jetë të virtytshme. Sot do të flasim për Shën Katarinën e Sienës, e cila me letrat dhe këshillat e saj ndihmoi shumë shpirtra që të bëhen të shenjtë. Dhe do të kalojmë në përhistorinë e Shën Monikës, e cila me lotët dhe lutjet e saj ktheu në jetën shpirtërore birin e saj Shën Agustinin. Ato na mësojnë se lutja e një nëne është ashensori që i ngjit bijt në parajs. Ndaj qëndroni me ne të dashur dëgjues për të parë fenë e këtyre grave, të cilave nuk u mjafton pra vetëm një dashuri e thjesht njerëzore, por kërkuan për bijtë e tyre biologjik dhe shpirtëror edhe dashurinë hyjnore dhe amshimin.
Prandaj qëndroni me ne për të mësuar nga këto nëna, të cilat do t'ju tregojnë se nuk ka gjë më të fuqishme në këtë tokë se sa një nënë që lutet. Qëndroni me ne. Shën Monika, gruaja që lindi birin e saj 2 herë. Lindi rreth vitit 331 në Tagaste, ku ndodhet Algjeria e sotme, në një familje të krishterë. U martua me Patrikun, një burr me karakter të rrëmbyer dhe pagan. Për vite me radhë, Monika duroi me durim dhe butësi, duke u lutur pa rreshtur për kthimin e tij në fe. Fal shembullit të saj, Patriku u pakzua 1 vit para se të vdiste. Shqetësimi i saj më i madh ishte djali i madh, Agostini. Ai bënte një jetë larg moralit të krishterë dhe ndiqte rryma filozofike që e largonin nga kisha. Por Monika nuk u dorëzua. Ajo e ndoqi Agostinin nga Afrika në Itali, Rome, Milano, duke derdhur lot e duke u lutur në çdo kishë që gjente. Thuhet se një peshkop, duke parë dhimbjen e saj, i tha: "Është e pamundur që një bir i aq shumë lotëve të humbas." Në Milano, Monika takoi Shën Ambrozin, i cili ndihmoi në thyrjen e rezistencës së Agostinit. Në vitin 387, Agostini u pakzua. Monika tha se misioni i saj në tokë kishte përfunduar. "Djali im, unë nuk kam më asnjë arsye për të qëndruar këtu." Vdiq po në atë vit në Ostia, afër Romës, në paqe të plotë, duke parë birin e saj të kthyer te Krishti. Pra, të dashur dëgjues, ndëgjuam së bashku jetën në pika të shkurtra të Shën Monikës, dhe tani kam disa pyetje për Monikën. Monika është një nënë e cila edhe kjo pra ka 2 bitë të saj, që nuk është lehtë në këtë kohë në edukim, pra me punu në edukim, por më shumë ne do të flasim pra për shëtreshen e Monika. Atëri, Shën Monika nuk është thjesht pra një shejte e larget, ajo është pasqyra e çdo nëne që sheh fëmijën e saj të humbur në stuhitë të botës. Sot pra Monika na thuaj ti diçka më shumë pra për durimin dhe heshtjen e Shën Monikës. Është sakrifica më e madhe. Monika kuptoi se Agostini kishte një intelekt brillant dhe fjalët e saj njerëzore ishin të vogla para egos së tij. Ajo na mëson se roli ynë është të jemi speranca. Edhe kur Agostini e la në breg të detit dhe iku fshehurazi, ajo nuk e mallkoi. Ajo e diti se dashuria që pret në heshtje është më e fortë se çdo fjalë e rëndë. Heshtja e saj nuk ishte dobësi, ishte hapësira ku ajo lindte Zotin të fliste. Një pyetje tjetër, Agustini shkruan se ma qante për vdekjen e tij shpirtërore më shumë se sa nënat që qajnë për vdekjen fizike të një fëmije. Pse janë lotët e një nëne kaq të rrezikshëm për qiellin, saqë thuhet se Zoti nuk u reziston dot? Sepse ato lot nuk burojnë nga egoizmi, por nga dhimbja e pastër. Monika e lindi Agostinin 2 herë, një herë në mesh dhe një herë në besim. Lotët e saj ishin instrument teologjik. Ajo e dinte se suksesi i tij në retorik ishte i kotë nëse ai humbte shpirtin. Kur një nën çan para altarit, ajo po i thot Zotit: "Unë nuk mundem më,
tani e ke radhën ti. Dhe si që i tha i peshkvi, është e pa mundur që një birja të shumë lotëve të humbas. Pyetja ime është, Monika nuk u përpoq pra të bënte gjithçka vetë. Ajo e drejtoi Augustinin drejt të Shën Ambrozit. Kur duhet pra ta kuptoj një nën se stafeta ose ndihma duhet pra t'i kaloj dikujt tjetër, kur nuk arri me bënë gjithçka vetë. Ky është një mësim për ulësie. Monika njohu kufijtë e saj dhe kuptoi se Augustini kishte nevojë për një mendje si e tij që ta sfidonte. Shpesh ne duam të jemi gjithçka për fëmijët tanë, por Monika na mëson strategjinë e besnikërisë. Ti vendosin fëmijët në mjedisin e duhur, pranë njerëzve të duhur. Pra ajo u bë ura, jo destinacioni. Kur misioni përfundon, pra pak para se të vdiste Shën Monika në Osje, i tha Augustinit se nuk ishte me asgjë që mbante në këtë botë, sepse dëshira saj pra është e plotësuar tashmë, sepse Shën Augustini u kthy ka Zoti dhe e dim se sa shejt i madh është Shën Augustini. Si ndihet një nën kur shë më në fund fëmijën e saj të pajtuar me Zotin? Është paqja supreme. Ajo bisedë në drejtorën e kopshtit në Ostia, ku ata të dy prekën për jetësinë. Është shpërblimi i 30 viteve lutje. Monika nuk kërkoi lavdi për veten, as falënderime. Ajo kërkoi vetëm të kujtohej para altarit të Zotit. Ajo na tregon se misioni një nëne përfundon kur ajo dorëzon fëmijën e saj në duart e Atit Qiellor. Aty ajo mund të thotë, tani mund të iki në paqe. Sa bukur. Kur një nën pra i sheh fëmijët e saj që janë duke ecur në rrugën e Zotit, në jetën e virtytshme, është lumturia më e madhe. Dhe mesazhi për sot është, Zoti nuk mund t'i rezistoj pra lotëve të një nëne që lutet me përulësi. Le të jetë pra kjo thirrja jonë sot. Prandaj, sot, në vend që të debatoni me fëmijët tuaj për rrugën që ka zgjedhur, mbylluni në dhomë dhe bëni një dialog lotësh me Zotin, ashtu si Shën Monika. Dhe pas pak të dashur dëgjues, pra do kemi pjesën e dytë Shën Katarina e Sienës, si ajo lindi bitë e saj pra në shpirt. Shën Katarina e Sienës, zjarri që ndiste shpirtrat. Vajza e 24 e familjes lindi në vitin 1347 në Sienë të Italisë, në një familje shumë të madhe. Ishte fëmia i parafundit nga 25 fëmijë, që në moshën 7 vjeçare ajo ja kushtoi jetën e saj plotësisht Zotit. Dhoma e fshet në shtëpi. Prindrit donin ta martonin, por ajo refuzoi. Për të gjetur qetësi, krijoi një qeli shpirtërore brenda vetes, duke mësuar se mund të flasësh me Zotin edhe mes zhurmës së punëve të shtëpisë. Mantellata e Sienës. Nuk u bë mërgesh klauzure e mbyllur, por ju bashkua mantellatave grave që jetonin në botë, por i kushtoheshin lutjes dhe shërbimit ndaj të varfërve dhe të smurve. Letrat e saj që tronditen botën. Edhe pse fillimisht nuk dinte as shkrim as lexim, ajo u diktonte sekreteve të saj letra të fuqishme drejtuar mbretërve, vrasërve dhe vetë papes, i thëriste ata me dashuri drejt pendeses dhe paqes. Kthimi i papes në Rom. Ishte forca e saj shpirtërore ajo që bindi papën Gregore në 11 të linte
Avnionin e Francës dhe të kthehej në shtëpinë e tij në Rom për të bashkuar kishën. Stigmatat e padukshme. Përjetoi vuajtjet e Krishtit në trupin e saj, por i kërkoi Zotit që plaget, pra stigmat, të mbeteshin të padukshme për sy të njerëzve, që të mos tërhiqte vëmendje mbi vete. Doktore e kishës. Shën Katarina Sienes vdiq në moshën 33 vjeçare, ashtu si Krishti. Për shkak të urtësisë së saj të jashtëzakonshme, kisha e ka shpallur edhe doktore të kishës dhe pajtore të Evropës. Amësia shpirtërore dhe Bella Brigata. Motër Irenea. Shën Katarina rrethohej nga një grup njerëzish që e quanin mama, e njohur si Brigata e bukur. Si mundet një vajzë e re, pa shkollë dhe pa pushtet, të bëhet nën shpirtërore për burra të fuqishëm, teolog dhe intelektual? Shën Katarina kishte pra një sekret. Ajo nuk e kërkonte autoritetin, ajo e jetonte atë përmes dashurisë së saj. Ajo besonte se fruti i dashurisë për Zotin është dashuria edhe për të afërmin. Brigada e bukur ishte pra një familje shpirtërore e saj, ku ajo rriste shpirtra me anë të lutjes. Pra, ajo i quante bitë e mi, sepse i dhimbte çdo rënje e tyre në mëkat. Ajo na mëson se një nën shpirtërore është ajo që sheh tek të tjerët atë që ai nuk e sheh tek vetvetja, dhe shejtrinë e fshehur, pra shejtria e cila është në çdo person. Faleminderit motër. Lotët dhe kujdesi për të humburit, një tjetër tipar i Shën Katarinas. Një nga historitë më prekse është ajo e Niccolò di Toldo, të dënuarit me vdekje që ajo e shoqëroi deri në giotinë. Çfarë na thot ky gjest për zemrën e një nëne që nuk braktis as fëmijën më mëkatar? Faleminderit për pyetjen. Aty pra shohim kulmin e amësisë së Shën Katarinës së Sienes. Niccolò pra ishte një person që mund të themi kështu i tërbuar. Por Katarina e vizitoi në qeli dhe e zbuti me ëmbëlsinë e saj. Në momentin e ekzekutimit, ajo e mbajti kokën e tij në duart të saj, që është shumë e vështirë ajo sken. Ajo nuk pa në të një kriminal, por pa një shpirt që po kthehet tek Ati. Një nën që lutet ashtu si Shën Katarina, nuk e njeh fjalën pra i humbur, por ajo qëndronte këmba e kryqit. Ajo qëndronte këmbët të kryqit të çdo fëmije duke i përshpëritur: guxim, vlla im i ëmbël, së shpejti do të jemi në dasmën e përjeshme hynore. Sa shpirt madhështor. Diçka tjetër që e karakterizon janë edhe letrat kur nëna çorton me zjarr dhe gjak. Motra Irenea. Katarina u shkruante letra papëve dhe mbretërve duke u thënë bëhu burr, mos u bëj fëmijë të rembur. Sa e rëndësishme është që një nën shpirtërore të ketë guximin të thotë të vërtetën, edhe kur ajo dhemb. Shumë e vështirë. Katarina thoshte, mjaft me heshtje, bota është shkatruar nga heshtja. Amësia e saj nuk ishte vetëm për gdhelje, ishte edhe zjarr. Ajo i shkruante papes si një nën që kërkon që fëmia i saj të rritet e të marrë përgjegjësitë që i ka. Ajo na mëson se të duash një shpirt, pra do të thotë ta ftosh atë në dritë pa frikë. Ajo i diktonte letrat në ekstaz, sepse fjalët e saj nuk ishin të sajat, por të Zotit që digjej brenda saj. Sa e bukur. Tjetër karakteristike Shën Katarinës ishte edhe qelia e brendshme dhe paqja. Për ato nëna që janë të mbytura nga rrëmuja e përditshme, nga puna dhe hallet, çfarë këshille jep Shën Katarina përmes qelisë së brendshme, apo çfarë
do të thotë kjo qelia e brendshme? Katarina pra na mëson diçka tepër geniale. Pra edhe nëse bota jashtë është një kaos, ne mund të ndërtojmë një qeli të brendshme, pra shpirtërore brenda nesh. Ajo i thoshte sekretarit të saj Stefano Maconit, nuk ka asgjë që mund t'ju dëmtoj përveç vullnetit tuaj. Pra kur një nën mëson të besidoj me Zotin në qetësinë e zemrës së saj, ajo bëhet një urë, siç thot ajo pra në dialog, që lidh familjen e saj me qiellin. Fantastike. Nëse jeni kjo që duhet të jeni, do t'i vini flakën gjithë botës. Kjo thënie e Shën Katarinas le të na shoqëroj sot. Një hap që mund të bëni. Sot mos heshni para një padrejtësie apo një dëshpërimi të një miku. Shkruani një mesazh, bëni një telefonat, bëhuni mama, ashtu siç u bë dhe Shën Katarina e Sienës, për dikë që ka nevojë për një fjalë zjarri. Të dashur dëgjues, udhëtimi ynë sot mes jetës së Shën Katarinës së Sienës dhe Shën Monikës po i afrohet fundit. Pam se si letrat e njërës dhe lotet e tjetrës u bën ura që lidhin token me qiellin. Shën Agostini, i cili e njihte mirë fuqinë e këtyre lotëve, ka thënë: "Është e pamundur që të humbas një bir jashtë shumë lotëve." Kjo thënie mbetet sot një premtim për çdo nën që lutet, duke besuar se hiri i Zotit do të prek zemrat më të forta. Para se të ndahemi, le t'i drejtojmë Zotit një lutje të shkurtër. O Zot, bekoj të gjitha nënat që luten, jepi forcë atyre që janë të lodhura, shpresë atyre që janë në prag të dorëzimit, dhe bëj që lutjet e tyre të jenë ashensori, që i ngjit bijtë e tyre biologjike shpirtëror drejt amshimit. Amen. Atyn që je në qiell, u shejt rroft e mryt, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Shpresojmë që ky emision të jetë një ndihmës që ju shoqëron në jetën tuaj të përditshme të lutjes, një rritje shpirtërore. Ju falenderojmë që na shoqëruat në këtë dhomë të fshehtë të shpirtit. Ju jeni forca e heshtur që mban gjallë shpresën në familjet tona dhe në kish. Nga unë motër Irenea Dhe unë Monika, ju lëm në shoqërinë e programit të Radio Marisë në vazhdim dhe ju përshëndesim. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës. Amen.